Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse trupi ju dërgon këto shenja, gjëndra juaj tiroide ka dalë jashtë kontrollit. Gjëndra tiroide është përgjegjëse për prodhimin e tiroides, hormonit që kontrollon metabolizmin e njeriut, frymëmarrjen, frekuencën e zemrës, sistemin nervor, peshën, temperaturën, si edhe shumë funksione të tjera të trupit. Prodhimi mbinor ose në mangësi i niveleve të këtij hormoni çon në shfaqjen e ndërlikimeve të shumta shëndetësore të cilat, nëse nuk trajtohen në kohë, munden që të mbartin pasoja të rënda për shëndetin. Sipas bluzave të bardha, format më të shpeshta të çrregullimeve të kësaj gjëndre paralajmërohen nga një sër shenjash klinike të cilat na vinë në ndihmë për të zbuluar sa më herët praninë e çrregullimeve në funksionimin e tiroides. Në vijim, ju do të gjeni të detajuara shqetësimet më të shpeshta, të cilat duhet ju orientojnë për ndihmë drejt mjekut endokrinolog për të vendosur në kohë diagnozën e saktë të problemeve që mund të keni me gjëndrën tuaj tiroide. Ndryshimet në peshën trupore mund të sinjalizojnë një funksionim jo normal të gjëndrës tiroide, hipotiroidizmit, dhe mundet gjithashtu që të shkaktojë shtim në peshë, ndërsa humbja e papritur e peshës mundet që të sinjalizojë hipertensionin. Tiroidja ndikon në rregullimin e temperaturës së trupit. Konkretisht, persona të cilët vuajnë nga hipotiroidizmi tregojnë se ndjejnë më shumë ftohtë, në të kundërt njerëzit me hipertiroidizëm janë më të prirë që të kenë djersitje më të tepërt. Rënja e theksuar e flokëve është një shenjë e zakonshme që paralajmëron problemet me tiroiden, si nivelet e larta, ashtu edhe ato të ulta të hormoneve të tiroides munden të çojnë në humbjen e flokëve të cilat të rriten përsëri sapo gjendja juaj është trajtuar. Probleme me sistemin kardiovaskular, hormonet të cilat prodhojnë gjëndra tiroide ndikojnë pothuajse në çdo organ të trupit, duke përfshirë këtu edhe zemrën. Hipotiroidizmi mundet nga ana tjetër që të shkaktojë edhe zvogëlim të rrudhave dhe ndërsa hipertiroidizmi shkakton rrahje të shpeshta të zemrës, takikardi. Këtu ne do t'ju tregojmë recetën me lëng hitre e cila trajton gjëndrën tiroide. Janë dy lloje problemesh kryesore me tiroiden, hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone, një gjë e tillë ngadalson çdo proces në organizëm. Nëse ju vëreni se po shtoni në peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ne ju këshillojmë që të kontrolloni gjëndrën tuaj tiroide. Nga ana tjetër, këto probleme munden që të jenë shenja si rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregullta tek femrat dhe gjithashtu munden që të shkaktojë dhe një përgjumje të përgjithshme. Këtu ju do të mësoni se si të trajtoni hipotiroidizmin me recetën me çajin e hithrës. Përbërësit janë 2 lugë çaj me gjethe hithre të thata ose të freskëta, 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes: shtoni 2 lugë gjethe të hithrës në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë. Lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtoni pak mjalt për të ëmbëlsuar. Pini 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Vetit e hithrës. Hithra është e njohur për vetinë e saj. Kjo bimë është një burim i pasur ushqyesish si për shembull vitamina A, vitamina B6, kalcium, hekur, magnez dhe jod. Prezenca e jodit gjithashtu te hithra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm që mund të përbëjë shkak për hipotiroidizmin.
Gjithsesi, duhet të hani këto ushqime, si për shembull vezë, mish, peshk, ushqime si banane, portokalle, domate, fruta pylli, oriz, fara chia apo fara lini, qumësht, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Çfarë duhet të evitoni? Evitoni ushqime me gluten si për shembull buka, makarona, bira, produktet e sojës, perime si brokoli, spinaqi, lakra të cilat përmbajnë goitrogene që ndikojnë jo mirë në gjendrën tiroide. Kafein dhe alkool. Tiroidja shfrytëzon jodin që marrim nga ushqimet për të çliruar hormonet të 4 dhe të 3, të cilat shkojnë në gjak. Sipas të dhënave, këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen, rënien në peshë, plakjen e të tjerë. Gjendra tiroide është një gjendër e vogël, siç e përmendëm, e vendosur në pjesën e përparme të qafës. Luan një rol vendimtar në rregullimin e metabolizmit, rritjen dhe zhvillimin. Shumë njerëz vuajnë nga problemet e tiroides si hipotiroidizmi ose hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre. Për fat të mirë, ka ushqime të cilat mbështesin funksionin e tiroides dhe të nxisin gjithashtu mirëqenien tuaj të përgjithshme. Nga ana tjetër, ju duhet që të konsumoni ushqime tepër të rëndësishme, të cilat do të përmbajnë të gjitha elementët ushqimor që i nevojiten gjendrës tuaj tiroide. Për shembull, sipas mjekëve, ju duhet që të konsumoni algat. Nëse vuani nga hipotiroidizmi, algat e detit janë një aleat tepër i shkëlqyer. Ato janë një ushqim natyral dhe i pasur gjithashtu me jod, një element shumë i nevojshëm për funksionimin normal të gjendrës tuaj tiroide. Arrat të kripura. Një tjetër ushqim i cili mund të ndihmojë për të trajtuar gjendrën tuaj tiroide janë arrat. Arrat braziliane dhe lajthit janë burimet më të mira të selenit, i cili ndihmon në mbështetjen e funksionimit të shëndetshëm të gjendrës tuaj tiroide. Nga ana tjetër, peshku. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun, i cili është i pasur me acide yndyrore, omega 3 dhe me selen, të cilat të dyja këto ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Salmoni dhe gjithashtu merluci, levreku janë disa nga peshqit më të rekomanduar për persona të cilët duket se kanë probleme me gjendrën tiroide. Gjithashtu, një ndër ushqimet tjetër më të rekomanduara janë edhe produktet e qumshtit. Ndër ushqimet të rekomanduara për të reduktuar inflamacionin e gjendrës tuaj tiroide janë pikërisht produktet e qumshtit, si për shembull kosi, akulloria dhe qumshti. Të gjitha këto produkte përmbajnë minerale si për shembull jod, i cili i nevojitet gjendrës tuaj tiroide për të parandaluar ëndjen e saj. Vezët e freskëta përmbajnë shumë selen dhe jod, lëndë ushqyese të cilat janë të dobishme për shëndetin e gjendrës tuaj tiroide. Mirë po, duhet të dini se nëse gjendja juaj dhe shenjat zgjasin në kohë dhe ju nuk keni asnjë përmirësim për të paktën 3 javë dhe gjendja juaj vazhdon të jetë njësoj, ju duhet me patjetër të shkoni tek mjeku për të marrë këshillimin e duhur dhe mjekimin e duhur. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!